Pa arsye njerëz sot bojnë me gisht dhe shohin si subjekt që po e blokon zgjidhjen. S'po du me ndërprej, po besoj që nuk ka me ndërprej në Jo, me që... Po ndërhyrë s'po du me ndërprej. S'ka lidhje, prej kur kanë përfundu zgjedhjet është një farë dëshirë e jashtëzakonshme e njerëzve ose edhe votuesve edhe njerëzit vetëvendosin që me LDK-n me po. Se LDK-n e shohin dyqysh si një edhe fatkeqësisht prej vdekjes Turgovës së Knena, të gjitha partitë politike, LDK-n e kanë pasur si një lloj viktime që e marrin, e shtin mrena, e sakatosin edhe në fund janë të gatshëm i hub çdo palë zgjedhje me hub votat. Në letrën e Kurtit, nëse e lexoni mirë, prej paragrafit parë, tregon që as nuk ka sinqeritet, as nuk ka besim, e as nuk ofron partneritet çfarë ish dasht me ka ose çfarë ule. Po folje ju, ato mrrihen në negociata. Jo, nuk mrrihen negociata. Se cili pozicionim. Letra është për me fol me publikun, jo me LDK. Kjo është, apo dënë me ta lexu edhe një herë. Ka mund tjetë hish e si qertë. Do këtë që është. Është element me lojën që të Që stot. ka me ndërprejme. Ndërprejme, jo, nëse... Jo, thasha, du me Ideja është që kështu, LDK-ja nuk është pateric. LDK-n e ka pru, qasja e vetë e ka këty në pateric. Që e ka tregu historikisht gati prej mas luftës, prej zgjedhjeve të para, kur e ka qu postën e kryeministrit tjetër kund, pasaj në zgjedhje dyta kur ja ka dhonë partisë tret postën e kryeministrit, pozicioni i saj ma dje kanë nga edhe për pushtet, nga mos harroni, ngërqet janë pa edhe si mundësi për pazare dhe me rrit pazarin. Mos ma bëni viktim LDK-n, kur e dim që në 2014 për 7 muja sa zgjati ngërqi, ju do në fund blokut edhe ju bashku PDK-s për post kryeministri. Nuk është bashkë viktim që shqysh po dhoni. I kanë kushtu, asë atër nuk u gashme të edhe njën ka presionet e noja, presionet ndërkombëtare. Presionet e mdoja. Nëse bojna një analizë për LDK-n, subjekt politike si u bënë në presionet. Edhe në pajtona, për dy kanë vështrime, mund është me këshyrë LDK-n. Mund është edhe me bon një analizë që LDK-ja ka njerë i ka kushtu jashtëzakonisht shumë për shkak se nuk u ka shumë populiste sikur parti tjera. Në momentet caktune, LDK është dëshmu që nuk kom naj, si themi, nuk kom naj simpati, naj mbështetje që ja bëj. Por, në këtë rast, Albin Kurti edhe njëherë e shë ma shumë me viktimizu në elektorat, se so që ka sinceritet në qatë letër që ju ka drejtu Lumira Vizhikës. Politikë për sinceritet, atë është. Nuk puna e folë për sinceritet, po ajo po duket që është rrejnë shqeqore. Një partner me bashkë qeverisë për 4 vite, ti të paktën du me pas një nivel të sinceriteti, se që shmë dëmë me ndërtu institucionet. Jo, deshta me spjegu që ti gjonë çdo paragraf, e gjonë mund është me ledzu që ka hile mrana saj. Kur i drejtuat mas pare nuk i thot, e qyshe interpreton tash propozimin e LDK-s, propozimin e LDK-s kur dy subjekte tjera po thonë, hajde bojnë qeverin pa vetëvendosin, LDK po thot, jo, do të edhe vetëvendosja mrana. Çka është kjo varpune? Ashtë dashë si është i dërgohet një ftesë, apo ti sharot krejt ashtu publikisht për mes letrës? Konsideroj që një ma mirë se jo të gjithë LDK-n, sepse jam, si me thonë, bashkë më shatarë me një farë mënyrë. Edhe ma përzavë. LDK-a kriju si projekt nga presidenti ndjer Ibrahim Rugova e bazume në 3 shtylla. Më thonë, në... Unë atë aktin e themelimit ku po një listë madhe të njerëzve, si në nshkrus. Po, ani, nuk jam unë atë. Do më thonë, ato 3 shtylla kanë konsideru, do më shteti sovran dhe i pavarur i Kosovës, demokraci liberale dhe në miqësit përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Ky ka qenë projekti. Në udhësipër për këtë projekt, Ibrahim Rugova dhe njerëz të rreth tij kanë konsideru se duhet të bëhet aleancë qoftë edhe me djallin për shtet. Prandaj, ka ndodhë qeveria 2000 nishës, që po dhëtë ka ndodhë qeveria me Ramush Haradinaj,
e kështu sepse kanë qenë momente kyçe për ndërtimin e shtetit Kosovës. Personi ka bërë një sakrificë me një fjallë. Absolutisht. Për hir të shtetit. Absolutisht. Mbas vdekjes të Ibrahim Rrugovës, ka është kriju një LDK tjetër, pavarësisht që janë thirrë vazhdimisht Ka namin e qenë edhe një Rrugovës. element që për anë është kalon. Lutë, Ka posur një kompleks Rrugova, kështu që posti i president ka qenë bërtho, që s'ka hinë pazar. Kjo masanej, shkoku i kësaj nështë është dash me lëshu postë e tjera. E dyta, do më thonë, periudha e dytë LDK-s pa Rrugovën ka qenë bëjmë aliancë edhe me djallin për pushtet. Dhe kjo është ai problemi që LDK-ja është shndruar pateric të qeverive dhe regjimeve ndryshme, të cilat nuk kanë bë asgjë për shtet, po madje kanë bë shumë keq për shtet, dhe ato na kanë sjellë në këtë gjendje, sepse nuk do të kish mujt, për shembull, një subjekt i të majtës ekstreme me qeverisë Kosovën, këtë vend jo. Se na jemi një farë shoqënie mikroburgjeze, si me thonë në gjenezë, se këtu ka qenë ai fshatari që ka pas diçka të vogël për vete, që ka kriju jetën i pavarur nga shteti. Nuk kemi qenë në numra si në Shqipni, si në Rusi. Dhe shqiptari i Kosovës nuk pranon me qenë numër. Po s'tashti, që kanë heqë dorë vullnetarisht nga identiteti dhe njerë që janë shëndruen në numra ose në logjikën e kopes, deles. Ju mjafton bariu dhe dele tjera janë regull edhe nëse i qëjnë të kasapi. Dhe periudha e tretë është periudha e Lumir Abdigjikut, i cili e ka reformuar një parti dhe i cili donë me rikthye me një farmënyrë frymen e Rrugovës, po me një koncept tjetër fare dhe me një projekt kogja të qëndrushëm dhe kogja real për riparimin e rënimit shtetit Kosovës. Prandaj, nuk është ka bën pazare politike Lumir Abdigjiku, po është ka imponon një subjekt me identitet veçantë, i cili është i gatshëm me marrë përgjegjësi kur t'ja jep qytetarin, natyrisht, shoh pas 4 vjetëve, pas 10 vjetëve, po atëherë kur t'ja jep, ai do t'a bëj një Kosovë ndryshe. Dhe që thot, këtë do kandidoje për kry parlamentar, nese votojmë. Mirë, do dalim të e pjesë për të ky propozimi, të propozimi dhe të ideja e viktimizimit të LDK-s, ose kjo perspektiva që LDK në shojnë si pateric të pushtetit. Edhe vetë eksponentët e LDK-s e kanë thënë publikisht që ne nuk do t'i bëhemi më askujt pateric. Ju si e shihni rolin e LDK-s në këto vitet e kaluara duke qenë bashkëqeverisje me parti tjera? Është thjesht paterica, apo ka patur pjesën e vetë në proporcion me numrat me fuqinë politike? Ka qeverisë me Kosovën, ka pas kryeministër për një kohë tash. Sa ka mujt me majt, sa s'ka mujt me majt, ajo është problem edhe i qëndrueshmërisë partisë. Ka humbje në 2014 kur e merr postën e kryeministit. Fitore madhe. Se çdo parti që zgjedhë për me fitu. Edhe tash ti nëse e sheh rezultatin e zgjedhjeve të fundit, ka qenë dështim i brendshëm i LDK-s. Ata e kanë pranuar që ka qenë humbje totale. Ata kanë proklamuar që kanë me dalë mbi 30% në garbën të parë. Edhe e kanë besu, frika jeme është që e kanë besu që kanë me dalë qashtu. Edhe kur zdel ai rezultat, edhe ti pse në dështim, u lëndu procesi me ato votat e diasporës, tash jo rastësisht dhe jo pa fajin e saj, LDK-ja është në thumb edhe prej vetëvendosjes, edhe prej pjesës tjetër të partive, sepse është në pozicionin e përhershëm edhe për i brenda, po jo pa fajin e saj. Dhe është pikrisht ai pozicioni që e ka karakterizu përgjithsisht këtë subjekt ngrehemës këpot. Është puna sot, elektorati i LDK-s, unë personalisht jam i bindun që është shumë ma larg Kurtit se sa PDK-s. Ka disa vite që elektorati, si votus, si atmosferë e ati elektorati, janë shumë ma shumë kundër Kurtit sa kundër njëra tjetrës. Unë besoj që është e pafalshme që 20% e votave që ti e ki marrë, mos me e përdor kur e ka një mundësi me u kriju një shumicë parlamentare, e cila kish me e qitë vetëvendosjen në opozit,
që për mua është e domosdoshme për me ndalë trendin populist e autoritar që ka. Analizojmë këtë. Nëse koni kufi më të fortifikum elektoral është ai mes LDK-s. Pajtona nuk e ndrojnë partin. Nuk e ndrojnë partin. Prandaj nuk e ndrojnë partin. Që të kuptim. Po prej një partie nëse e marrin kufirin shtrëngut me PDK-n, e qelin kufinin me vetë vendosje, kanë mi shku këtë partia në vetë vendosje. Nuk mundesh me usill si një Albin i vogël me 20%. Janë 3 polë zgjedhje që kanë kallëzuar që thuj se s'ka kufi hiç mes këtyne dy subjekteve. Po dhe po rrezikohet mi u zhduk partia. LDK-ja është më e ekspozumja në raport me parti tjera për me ik elektorati. Na e dim që AKR-ja, çka ka ndodhur me AKR-n? Krejt elektorati LDK-s ka qenë. Ato subjekte që ju patën nda njerë kjo është shansa dhe me të kthy pastaj me djalin e zotit Rrugova, kështu që vetëvendosja po ashtu kryesisht është elektorati i LDK-s. Kjo i ka hup si rezultat i koalicionit edhe flirtit vazhdueshëm me parti tjera. Është një konstante që këta duhet me bë apel me elektorat nuk ka kaluar në PDK.